Radio Televizioni Shqiptar është shpartalluar komplet, gjatë kohës që në krye të tij ishte Alfred Peza, duket se televizioni publik është zhytur në borxhe dhe është tukur çdo lloj forme organizimi. Në kuvent ka shkuar raporti vjetor për vitin që lan pas, por në çdo pikë të tij, drejtoresha aktuale Eni Vasili tregon se kudo është zi e më zi. Teksa kryeministri pak kohë më parë paralajmëroi se mund të mbyllet televizioni publik, situata aty është shumë e rëndë. Dokumenti pranon se RTS ndodhet në një fazë tranzicioni dhe rishikimi të thellë institucional, ku janë evidentuar dobësi të akumuluara ndër vite në menaxhim, planifikim dhe organizim. Edhe pse institucioni ka arritur të ruajë funksionimin bazë të shërbimit publik, raporti e bën të qartë se ky stabilitet është vetëm operacional, ndërsa qëndrueshmëria reale mbetet e pasigurt. Analiza e brendshme në fillim të vitit 2025 evidentoi bivendosje funksionesh ndërmjet drejtorive, fragmentim të përgjegjësive vendimarrëse, mungesë qartësie në zinxhirin e raportimit, planifikim të shkëputur nga prokurimi dhe financa, strukturë platforme jo të balancuar me kapacitetet reale prodhuese, thekson në raporti. Më tej theksohet se edhe në aspektin teknik, situata është emergjente. Gjendja aktuale e infrastrukturës teknike është rezultat i një periudhe të gjatë investimesh të kufizuara dhe modernizimit të pjesëshëm të sistemeve teknologjike. Megjithse sistemi aktual ka garantuar vazhdimsinë e shërbimit, ai po operon gjithnjë më shumë në kufitë e kapaciteteve të tij. Shtyrja e investimeve nuk përbën vetëm një problem zhvillimi, por një risk të drejtpërdrejt operacional. Nëse kjo tendencë vijon, pasojat nuk do të kufizohen vetëm në cilësinë e transmetimit, por mund të ndikojnë edhe në stabilitetin teknik të rrjetit, në sigurinë e sistemeve dhe në aftësinë e RTS për të përballuar kërkesat e një mjedisi mediatik gjithnjë më digjital dhe konkurrues. Në planin financiar të dhënat janë edhe më shqetësuese. RTS ka realizuar rreth 2.36 miliard lekë të ardhura gjatë vitit 2025, por vetëm 86.7% të planit, duke krijuar një mungesë prej mbi 366 milion lekësh. Në të njëjtën kohë, shpenzimet kanë arritur në rreth 2.5 miliard lekë, duke e çuar institucionin në një deficit prej gati 140 milion lekësh, një tregues i qartë i mungesës së balancës financiare. Ky deficit nuk është episodik, por pasojë e një modeli financiar të cilësuar si i brisht nga vetë raporti. RTS mbështetet kryesisht në tarifën e aparatit televiziv dhe në financimin nga buxheti i shtetit, ndërsa të ardhurat nga aktivitetet tregtare mbeten minimale dhe me ndikim të kufizuar në likuiditet. Kjo varësi e lartë nga burimet të kufizuara e bën institucionin të paqëndrueshëm afatgjat. Problemet thellohen edhe më tej nga rritja e vazhdueshme e detyrimeve. Gjatë vitit 2025, borxhet janë rritur me mbi 10%, krahasuar me vitin pararendës, ndërsa të ardhurat mujore nuk kanë qenë të mjaftueshme për të përballuar shlyerjen e tyre. Vetë raporti pranon se RTS nuk ka patur likuiditet të mjaftueshëm për të përmbushur detyrimet financiare në kohë, duke krijuar një presion të vazhdueshëm mbi funksionimin e institucionit. Një nga problemet më të mëdha lidhet me strukturën e këtyre detyrimeve. Sa më e madhe e borxhit është përqendruar tek të drejtat sportive, që zën rreth 62% të totalit, një nivel që tregon për angazhime financiare të larta pa një bazë të qëndrueshme të ardhurash për t'i mbuluar. Këto kontrata janë lidhur me pritshmëri për rritje të ardhurave që nuk janë realizuar. Përveç detyrimeve operative, RTS mbart edhe një barë të rënd financiare afatgjat, ku vetëm detyrimi ndaj Ministrisë së Financave për procesin e digitalizimit arrin rreth 1.75 miliard lekë. Ky rëndon më tej situatën financiare dhe kufizon hapësirat për investime. Dhe pikërisht investimet janë një tjetër pikë kritike. Sipas raportit, investimet kapitale janë realizuar vetëm në masën 26% të planit, ndërsa disa projekte për pajisje teknologjike janë anuluar ose shtyr. Kjo do të thosë se infrastruktura mbetet e amortizuar dhe procesi i digitalizimit ecën me ritme të ngadalta, duke penguar modernizimin e institucionit. Në aspektin organizativ dhe editorial, situata paraqitet po aq problematike. Raporti evidenton mungesë të theksuar kapacitetesh në disa struktura kyçe. Një shembull konkret është kanali RTS Kuvend, i cili operon me një strukturë minimale, vetëm me një redaktor dhe një gazetare, duke bërë të pamundur ndërtimin e një programacioni të mirëfillt dhe analitik. Vetë dokumenti pranon se mungesa e stafit dhe strukturës editoriale e kufizon ndjeshëm cilësinë e përmbajtjes dhe përmbushjen e emisionit publik. Nga analiza krahasuese e detyrimeve të pritshme për arkëtim, rezulton se gjatë vitit 2025 evidentohet një rritje e nivelit të detyrimeve. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024, detyrimet janë rritur me rreth 10.3%, ndërsa krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit 2025, evidentohet një rritje prej rreth 3.6%. Rritja e detyrimeve gjatë gjysmës së parë të vitit lidhet kryesisht me nivelin më të ulët të ardhurave të realizuara në raport me planifikimin, rritjen e detyrimeve për blerjen e të drejtave sportive, detyrimet e mbartura nga periudhat e mëparshme. Gjatë vitit 2025, pavarësisht kërkesave të argumentuara të RTS për rritje të financimit buxhetor, Ministria e Financave është miratuar vetëm një shtesë financimi për njësimin e pagave të orkestrantëve të RTS me pagat e orkestrantëve të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit me efekt nga muaji tetor 2025.